Është dhe vjedhën e programit tonë me bisedën e radhës në studio, do të flasë për rëndësinë e para përgatitjes për fillimin e kopshtit dhe adaptimin që duhet të kenë fëmijët, por edhe prindrit për të nisur kështu këtë periudhë të bukur të fëmijërisë siç janë kopshtet. Kështu që me kënaqësi të prezantoj mysafirët. Kam pranë vetes psikologën Arlinda Bytyçi. Përshëndetje Arlinda, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesë. Edhe edukatorën në Djelli, në kopshtin në institucionin parafillor, apo jo, në Prishtinë, Djelli, Vjollca Lekaj. Përshëndetje. Faleminderit shumë që jeni me ne. Lece. Do ta përmirësojmë një herë, Leci. Faleminderit shumë edhe jam shumë e lumtur që do të flasim për këtë temë sepse me siguri për shumë prindë të cilët për herë të parë do t'i dërgojnë fëmijët në kopsht tashmë me fillimin e shtatorit, është një periudhë me emocione të përziera, është padyshim e lumturi që tashmë fëmijët do ta kenë rrethin e vet, ambientin e vet, shoqërinë e të tjera, por edhe kjo ndarja e di e kam përjetuar 2 herë dhe di sa e vështirë është. Kështu që përpara se të nisim bisedën, do doja që të shohim një material që na ka përgatitur kolegja Aida Gashi, që na flet pikërisht për këtë temë, më pastaj kthehemi edhe e diskutojmë të ftuarat. Për një fëmijë, dita e parë në kopsht nuk është thjesht një ndryshim në rutinën e përditshme. Është hyrja në një ambient të panjohur, me njerëz të rinj, rregulla të reja dhe mbi të gjitha një moment i parë ndarjeje nga prindërit. Në mëngjes, shumë familje përballen me të njëjtën skenë. Fëmia nuk dëshiron të vishët, nuk dëshiron të dalë nga shtëpia dhe sapo mbërrin në kopsht, kapet fort pas prindit. Disa fëmijë qajnë, disa bëhen të heshtur, ndërsa të tjerë mund të reagojnë me zemrim ose refuzim. Për prindërit, ky moment mund të jetë emocionalisht i vështirë. Të dëgjosh fëmijën duke qarë ndërsa largohesh nuk është e lehtë, sidomos kur nuk e di nëse mund të largohesh me njëherë, të qëndrosh edhe pak apo ta marrësh fëmijën përsëri në shtëpi. Por adaptimi nuk ndodh njësoj te të gjithë fëmijët. Disa fëmijë fillojnë të ndihen rehat pas pak ditësh, të tjerë ka nevojë për më shumë kohë për të krijuar besim me edukatorën dhe për ta konsideruar kopshtin si një ambient të sigurt. Në ditët e para, fëmia mund të jetë duke përjetuar shumë ndryshime njëkohësisht. Për herë të parë, duhet të qëndroj për disa orë pa prindin, të komunikoj me fëmijë të tjerë, të ndjek një rutinë të re dhe të përshtatet me një hapësirë që nuk e njeh. Edhe gjërat që për të rriturit duken të vogla mund të jenë të rëndësishme për një fëmijë. Një zhurmë e panjohur, një lodër që nuk e ka parë më parë, një edukatore e re, një grup fëmijësh që nuk i njeh, apo edhe momenti kur duhet të flej në një ambient tjetër. Gjatë kësaj periudhe, ndryshimet mund të vërehen edhe pasi fëmia kthehet në shtëpi. Mund të jetë i lodhur, më i ndjeshëm, të kërkojë më shumë afërsi me prindërit ose të mos ketë të njëjtin ritëm të gjumit dhe ushqyerjes. Ndërkohë, përballë fëmijës që çan në hyrje të kopshtit është edhe edukatorja. Ajo është personi që e pret fëmijën pas ndarjes nga prindi dhe që gradualisht duhet të bëhet një figurë e njohur brenda këtij ambienti të ri. Procesi i adaptimit mund të jetë veçanërisht i ndryshëm dhe në varësi të moshës. Një fëmijë më i vogël mund ta shprehë vështirësinë kryesisht përmes të qarit dhe kapjes pas prindit, ndërsa një fëmijë më i rritur mund të shprehë qartë se nuk dëshiron të shkojë në kopsht ose të jap arsye konkrete për refuzimin. Edhe prindi ka një rol në këtë periudhë. Fëmia vëren emocionet, tonin dhe sjelljen e të rriturit. Prandaj ditët e para shpesh janë një proces përshtatjeje, jo vetëm për fëmijën, por për të gjithë familjen. Një tjetër pjesë rëndësishme është rutina. Përgatitja fëmijës paraprakisht, orari i gjumit, zgjimi në kohë, mëngjesi dhe mënyra e përcjelljes në kopsht bëhen pjesë e një rutine të re që përsëritet çdo ditë. Por sa duhet të zgjas kjo periudhë, kur të qarat e mëngjesit konsiderohen pjesë e procesit normal të përshtatjes dhe kur duhet parë më me kujdes situata.
çfarë mund të bëjnë prindërit për ta bërë ndarjen më të lehtë, sa rëndësi ka mënyra se si edukatorja e pret fëmijën dhe çfarë duhet të bëjë një prind kur fëmija edhe pas disa javësh vazhdon ta refuzoj kopshtin. Janë këto disa nga dilemat me të cilat përballen shumë prindër në fillim të këtij kapitulli të ri në jetën e fëmijës. Kjo është tema që do ta flasim tashmë me të ftuarat, përmenda që psikologën në fillim të emisionit përveç se do të flas në aspektin profesional si psikologe, do ta prekim pak edhe në aspektin emocional sepse është në cila po e kalon pikërisht të fazë që tashmë ne do ta flasim gjerësisht, është duke u bërë gati që ta dërgoj për herë të parë vajzën në kopsht. Kështu që hajde flasim si në fillimisht, si jemi përgatitje, se unë e thash, përveç se për fëmijët të cilët s'ke si përgatit, sepse ata do të përballen vetë, do të ambientohen vetë, mendoj që para përgatitja më e madhe duhet për prindërit. Pa tjetër, jam e brisht emocionalisht për sa i përket kësaj teme, sepse edhe jam në për herë të parë edhe po e përjetoj për herë të parë ndoshta ndarjen për një periudhë pak më gjatë me vajzën. Pa tjetër që para përgatitja është shumë e mirë dhe shumë e shëndetshme si për mua sikurse edhe për vajzën. Në fakt, që nga mosha 14 muajshe, unë kam filluar që të punoj gjysmë orari dhe ato 4 orë të cilat unë punoja, vajza qëndronte me figurën e dytë atashuse që ishte babi. Kështu që paka shumë e shoh që e ka kuptuar se mami dhe pse shkon kthehet, sepse kemi anë fazën që thot papa, mami, në rregull, kur mbyllet dera ndonjëherë dhe dëgjohen ato të qarat, por intensiteti është shumë normal, shumë i ulët dhe kthehet shpejt në funksionalitet dhe në normalitet. Çka është e rëndësishme, do të ishte këshill shumë e mirë për prindërit e ri, sidomos nëna që për herë të parë dërgojnë fëmijët në kopsht, është që para përgatitja të fillojë shumë më herët, jo një ditë apo vetë se kur fillon kopshti. Duhet të mundohemi që të ndryshojmë rutinën, që fëmia të ketë një rutinë përafërsisht të ngjashme me atë si është kopshti, si zgjimi në mëngjes, ngrënia e mëngjesit, pastaj pjesa e aktivitetit, lojës, ndërveprimit social dhe koha e gjumit të drekës, në mënyrë që fëmia të mos ta marrë si traumatike këtë ndryshimin e rutinës, sepse kopshti padyshim që e ka një mënyrë se si funksionon edhe fëmia duhet i përshtatet asaj. Duhet mundohen që të krijojnë kushtet, ashtu siç kam bërë dhe unë, që nëna her pas here të largohet nga shtëpia dhe fëmia të fillojë të kuptojë se mami edhe pse po shkon ajo prapë po kthehet, kështu ndërtojmë një bazë të sigurisë emocionale tek fëmia. Pastaj duhet të mundohemi gjithashtu që edhe ne të jemi të qetë. Fëmijët mësojnë edhe kuptojnë botën sociale nëpërmjet vëzhgimit, imitimit, sepse neuronet pasqyre kryen këtë proces dhe janë shumë aktive, ndoshta do të janë në këtë moshë. Kështu që fëmijët atë që shohin, atë që ne transmetojmë e marrin. Nëse nëna apo prindi kushdo qoftë që është kujdestarje që nga lindja e fëmijës, nëse nuk kontrollon anksiozitetin e vet dhe këtë transmeton te fëmia, patjetër që fëmia do të ketë problem shumë të madh në përshtatjen në kopsht, sepse ai nuk do të ndihet e sigurt, duke pas parasysh që qerdhja është një vend krejt tjetër, diçka që nuk e ka përjetuar më herët dhe anksioziteti që ne i transmetojmë, atëherë fëmia do të ketë shumë frikë se po unë nuk jam i sigurt sepse mami kishte këto mimika, sepse fëmijët janë shumë inteligjent, pavarësisht se cila moshë, kuptojnë shumë, funksionojnë shumë me energji dhe kuptojnë shumë emocionet e tjetrit. Prandaj këto do të thoya janë pikat kyçe të cilat duhet secila nënë re të bazohet në mënyrë që ta parapërgatisë fëmijën. Pastaj kemi edhe vizitën e ambientit të kopshtit. Mos jetë kopshti diçka që ai do ta shoh për herë të parë ditën që fillon kopshti, por të shkojë më herët, të informohet se kush është mësuesi, atë njoftohet me mësuesen, me ambientin, me lodrat, stimujt, sepse patjetër që kopshti ka edhe shumë stimuj që fëmia nuk është mësuar në ambientin familjar, ka shumë zhurma, të qara, fëmijë të tjerë, fytyra të reja, të familiarizohet me atë, pse mos ta bëj një foto me mësuesen dhe ti në shtëpi ti tregosh se kjo është mësuesja, mami, kjo është ajo mësuesja shumë e mirë, ti do të shkosh, ajo do të kujdeset për ty, kështu fëmia familiarizohet edhe niveli i anksiozitetit është më i ulët, po patjetër që të qara do të jenë prezente për një periudhë të caktuar. Kështu duhet përgatitemi. Këto duhet përgatitur edhe mësueset, të cilat e nisin pavarësisht përvojës, të cilat gjenerat që vjen juve për herë të parë dhe po besoj që përballeni edhe me prindërit, por edhe me fëmijët. Si është shtatori për kopshtet? Shtatori patjetër që është një sfidë si për prindërit ashtu edhe për edukatorit. Nuk do të thotë krejt ashtu prindërit e kanë atë sfidën
amësore, si nanat, si babalart, që e sjellin fëmijën në kopsht, i kanë 1 milion pyetje në kokë, a do të adaptohet, si do të kalon, a është mësuesja e mirë, si do të trajton fëmijën tem, apo han, apo flan, gjitha këto pyetjet i kanë në kokën e tyne. Po sfidë është edhe për edukatorët. Pse e them sfidë për edukatorët, se ajo një fëmijë se ka, po i ka në mesin e 2-13 fëmijëve tjerë. Ne e dim që secili fëmijë ka zhvillimin individual. Edhe adaptimi shkon individual. Për secilin fëmijë, e edukatori është për secilin fëmijë. Prandaj, çka kisha mi këshillu nanat e reja edhe fillimin, tjetë të kanë një bashkëpunim të mirëfillt ndërmjet veti. Qose nuk kanë besim, të kanë një besim të edukatorja. Si që tha edhe psikologja, duhet edhe më herë të njoftohen me kopshtin, të krijojnë një lidhje emocionale, një lidhje, jo t'i vjen për herë të parë fëmis, ajo. Që këto sfida, dal nga dal me i përballu këto, me fëmija, më nga dal edhe më mirë me mu adaptu, prandaj edhe, kur thëmë bashkëpunimin, duhet me qenë si këshilla që jep edukatorja, që sot do të vish për që ka qko, me i marë ato, edhe me realizu, jo me thonë po vi edhe nuk vi, nuk vjen. Po është e rëndësishme, pra do të është shumë e rëndësishme. Që fillimit ju jetë për me menjere me orar elon gjithë ditën ose 4-5 orë, se është shumë për fëmijë. Në që se vazhdojnë ko pas kohë, edukatorja është ajo sikur timonin që e drejton, si për fëmijën, si për prindin. Po edhe prindi duhet me qenë bashkëpunus. Në qofë se nuk bashkëpunojnë në start, fëmija tonë e ka ma vështirë. Fëmija se e pret nanën e vetë normal, është ftyre re, ambient i ri, fëmijët pa njofshëm, edhe gjithë shka është sfiduese edhe për fëmijën. Pse nësë me adaptuj më nga dalë, më qetë, më joshse, edhe atashimi është më i letë edhe për edukatorja fëmijë. Në qartë. A është e qajtura zinxhir, ndoshta ta fëmija duke pa tjetrin duke qa, fillon e vaj edhe më pastaj shkojnë një karri qajtura. Nuk do me thonë kjo, se ka fëmijë që me një lodër vjen e këqyr edhe haron që ka këtu bo, fëmija i vogël po thënë, 1 deri në 2. 1 deri në 2. 1 deri në 2. Se fëmija 2 deri në 3 janë ato, te 2-3 3-4 janë ato. 4-5 jo, 5-6 jo. Edhe që i vjen për herë të parë. E 1 deri në 2, edhe me lakin e edukatorës mashtrohet, se le më dhe me tjetër sen. Me fluskat balonave mashtrohet. Shpërqëndrohen ma letë. Atë shpërqëndrimi i vaj që a ketu bo, ja tërhek vëmendje. Dhe dalim pikrisht të kjo çështja, cila është mosha ma e preferuar për me i nis kopshtin për fëmijët, qoftë me orar të plot, qoftë me orar të shkurtuare të tjera, psikologe, duke i marrë parasysh këto që i tha dhe edukatorja për mënyrën se si e bëhet adaptimi, po në aspektin e zhvillimit, cila është mosha adekuate për ta nisë këtë periudhë? Tani, kemi ekspert të fushës të psikologjisë që zakonisht cekun këtë moshën 0 deri në 3 vjeç, është faza atashimit edhe fëmija duhet të qëndroj me nënën, shumica dhe kundërshtojnë qerdhen, sepse kanë mendimet e veta dhe këndvështrimet e veta. Unë nuk kundërshtoj asnjërin nga ta, sepse secili ka këndvështrimin mënyrën se si e sheh një gjë. Por, faza atashimit 0 deri në 3 vjet nuk do të thotë që fëmija të qëndroj 24/7 i lidhur me nënën, sepse sidomos pas moshës 1 vjeçare, fëmija mund të zgjeroj rrethin e tij të atashimit, ku figura atashuese mund të jetë gjyshi, edukatorja në këtë rast, dhe kjo nuk dëmton as pak lidhjen që ka me nënën, sepse fëmija vetë se ka ndërtuar një bazë të sigurisë dhe vetë se po shkon duke zgjeruar rrjetin e atashimit. Kështu që nuk do të thoja një moshë ose të përkufizoja se mosha 1 vjeçare 6 muajshe, 9 muajshe, sepse kam pa edhe disa intervista që thonë se frikrat nga të huajt tek fëmija fillojnë nga 6 deri në 9 muaj. Edhe atër lindin pikpyetjet, atër a qenë ka më mirë që fëmija të shkojnë në qerdhe për para 6 muajsh? Është shumë i vogël, është akoma duke pirë gji, është, do me thënë, ne nuk guxojmë të themi se është kjo apo kjo moshë, duhet i përshtatet me ritmi, dinamikës së fëmijës, temperamentit të fëmijës. Kështu që
në momentin që të vendosim që fëmin të dërgojmë në qerdhe, mos të shohim ndarjen si diçka shumë dëmtuese, sepse vetë ndarja nuk është traumatike. Traumatike e bën mënyra se si fëmia ndahet, domethënë ai procesi duhet të jetë shumë gradual. Duhet të përshtatet profilit të fëmijës, sepse ka fëmijë që janë me temperament më të vështirë dhe nuk përshtaten shumë lehtë. Duhen ndoshta më shumë se 2-3 javë apo 1 muaj derisa ai të adaptohet dhe të krijojë atashim me edukatorin. Ka fëmijë që ndoshta qysh në javën e parë, sepse ka një atashim sigurt në javën e parë, me njëherë adaptohen, fillojnë, ndërveprojnë, domethënë varet shumë prej fëmijës dhe mënyra se si bëhet kjo shkëputja, që patjetër duhet të jetë graduale. Edhe kopshtet po ashtu e kanë një plan të përshtatjes se si duhet përshtatet fëmia. Fëmia nuk dërgohet ditën e parë që ndroj tetor. Absolutisht jo, fëmia do të fillojnë nga disa minuta duke kaluar në gjysmore 1 orë, kështu ai fillon e kupton se mami po shkon, por mami kthehet prap, edhe unë jam i sigurt edhe pa mamin, këto sepse ai e di që mami përsëri vjen. Është ajo baza e sigurisë që e kemi ndërtuar në fillim. Kështu që nuk do të përcaktoja një moshë sepse varet nga shumë faktorë. Po sa i përket adaptimit që përmendët dhe interesimit të prindërve, cila është mosha në cilin ka fluks më të madh të interesimit të prindërve për të nisë kopshtin? A nisim prej 1 vjeç? Sepse ndoshta jo çdo herë është zgjedhja, është edhe detyrim i prindërve sepse nuk kanë. Interesimi më i madh dhe më i tepërt është prej moshës 1 vjet. Edhe unë mendoj për sa i përket përvojës time deri tani, moshën 1 deri 2 më lehtë adaptohen, më shpejt adaptohen se moshën 3-4, 2-3, 3-4. Pse e them atë? Se moshën 1-2 çfarë do zhvillimi individual tjetër për secilin fëmijë, veç e veç, prap kini metodë, një strategji, edukatorja që e përdor, edhe më lehtë e reflekton të fëmija, më lehtë përshtatet të fëmija, pranon fëmija 1-2, më lehtë. 3-4 refuzon, 2-3 refuzon, se mësohet edhe thjesht mundet edhe me manipulu, me prind. Kjo ndodh shumë shpesh, në fakt edhe dëgjojmë shumë shpesh, teksa thonë që po çon sa jeni këtu dhe momentin që largoheni, është e vërtetë, pra nuk është që na çetsoni neve si prind, po do e bëjmë një shkputje të shkurtër, po më lajmëron që kemi një deklaratë tani nga kreu. Jem e shoqëruar me Alinda Pytyçin, psikologën dhe Vjollca Lecaj, edukatore në kopshtin Dielli në Prishtinë. Mbetëm te ju edukatore, folëm pak për sa i përket mënyrës se si të bëhet ky adaptimi edhe gradual, edhe për moshat e grup moshat të cilat janë më lehtë adaptueshme ose më shpejt adaptueshme në këtë proces, por do të të ndalesha pak tek ajo që tha edhe Alinda më herët, tek rëndësia dhe bashkëpunimit mes prindit. Sigurisht prindi mund të thotë e di çka është më e mira për fëmin tim, por megjithatë ju jeni aty dhe e dini këtë aspektin tjetër. Sa është e rëndësishme me funksionu siç duhet ky komunikim? Pikërisht bashkëpunimi, siç thash edhe më herët, bashkëpunimi i mirëfillt, mirëbesimi në të dy palët, jo i njanshëm, po në 2 anshëm, është shumë i rëndësishëm. Pse thamë është i rëndësishëm se nëse prindi e ka qasjen, ose qoftë edhe edukatorja, tjetrënon, nuk ka qasje të komunikimit në rregull pse është i shqetësuar pse po e sjell fëmin në kopsht. Pa tjetër që ka me barë të fëmia, edhe ka me dorëzu fëmin të shqetësuar. Edukatorja ka tjetër strategjin, mënyrën, metodat e veta si me adaptu. Po që kjo ndarja nuk është e nevojshme me qenë e ashpër ose jo ambël për fëmin. Gjithmonë duhet me mendu më të mirën të mundshme për fëmin. Nëse nuk e mendojmë të dy palët më të mirën të mundshme për fëmit, edhe adaptimi shkon më i vështirë. Edhe më herët thëmë, fëmit adaptohen individualisht, si që kanë zhvillimin. Fëmija mundet mu adaptu për 2 javë, fëmija mundet mu adaptu për 3 javë, po edhe 1 muaj mundet me shku. Edhe është normale, nëse cilën rast. Deri 1 muaj, e 1 muaj e gjys duhet mu konsultu me persona profesional, si që është psikologja, arsyen, edhe prindin a ka qenë bashkëpunus. Se në qofë se është vonu në kohën kër i ka thonë edukatorja eja për gjysore, mere fëmijën ose për 1 orë, ose në varzisht, si që shë fëmijën që ose është ma ju i disponushëm, ma revolton gjanat, një revolte i refuzon, edhe e thret.
komunikon me prindin. Tash mundet me thonë prindi, nuk muj me dalë prej punës, nuk muj. Duhet me pas parasysh, në kohën e adaptimit duhet me qenë të lirë. Duhet me qenë të lirë, me qenë afër fëmijës tyre, edhe në dispozicion me bashkëpunim me edukatorën. Linda, ti si po e planifikuan me qenë këto javë të parë, ose le them muaj i parë i adaptimit të vajzës, edhe si noan, po edhe si psikologe, si e parashikojmë shtatorin? Pa tjetër që unë do t'jem prezente, ditët e para, zakonisht, duhet që edhe prindit të jetë prezent, pastaj të filloj shkëputja në mënyrë graduale, sepse fëmija duhet mësot pak që ndroj në një ambient ku është edhe mami, edhe edukatorja, dhe ku janë edhe shokët edhe shoqet. Prandaj, pastaj unë duhet filloj që gradualisht të shkëputem. Gabimet që kam pas shumë shpesh në fillimet e karrierës, do me thënë diku para 10 viteve, ku kam punu edhe si asistente në kopshte, kam pa gabimet të prindërve që bëjnë në momentin që fëmija është ndrohet me shok apo me ndonjë lodër mësuese, prindi ik. Kjo është ndërsjelljet më të gabuara që mund të bëjë një prind, sepse ti nuk po e rregullon fëmin emocionalisht, ti po i rrit anksiozitetin, sepse ai gjithmonë ka me u ndjej i pasigurt edhe ka me shiku gjithkohën se mami po ik, mami po shkon, am ka braktis, a kthehet prap, a vjen, ku jam unë, pse mami iku, edhe gjatë gjithë kohës do ta kërkoj mamin, dhe ato të qara do t'jenë në një intensitet që, kështu që ne nuk duhet të bëjmë këtë gabim. Duhet që të përshëndetemi me fëmijën, të ulemi në nivelin e fëmijës dhe të themi se mami po shkon, ti je këtu me edukatorën, me shokët, shoqet, ke me lujt edhe mami pastaj kthehet. Pa tjetër që fëmija do qaj, sepse është edhe një gabim tjetër që prindrit mundohen që ti ndalin emocionin fëmijës, ose mos ta lënë të qaj fare. Nëse një fëmijë nuk qan, kur shkon në qerë, atër ka një problem zhvillimi. Ka problema tashime, mund të ketë problematika nga format të ndryshme. Fëmija duhet të qaj, njeriu duhet të përjetoj emocionin deri në fund, edhe prindi si prind duhet të mësoj fëmijën se çka të bëj ai me emocionin e vet. Ne nuk mund të jemi çdo herë prezent dhe të heqim çdo vështirësi me cilën mundet me u përballë fëmia. Prandaj që në këtë moshë ne duhet të fillojmë të ndërtojmë atë ndjenjen e kompetencës edhe pavarësisë, edhe ndjenjen e sigurisë se unë jam i sigurt, unë ja dal edhe vetë edhe kur nuk është mami, sepse unë e di që mami vjen. Domethënë kjo është pika kryesore. Besimit. E tha edhe edukatorja që nuk duhet të bëjmë hile me këto orare, sepse nëse ti i thua fëmijës, për 15 minuta ti do të qëndrosh me edukatorin dhe mami kthej dhe ti nuk vjen një orë, fëmija nuk e percepton 15 minuta apo një orë, po vrehet një hapësirë shumë e madhe ku mami nuk është prezente dhe çka po ndodh. Prandaj fillojnë 10 minuta, 15, 25 derisa fëmija të fillon të adaptohet me ambientin e ri, sepse qerdhja nuk është thjesht një vend që fëmija po shkon. Qerdhja përfaqëson diçka shumë të re për fëmijën, ambient i ri, dinamika të reja, energji tjetër, edhe figura kryesore nuk është prezente aty. Prandaj duhet të jetë shumë graduale, duhet me të pas shumë kujdes për mënyrën se si ne e përshtasim fëmijën në kopsht. Emocionalisht duhet të mundohemi me qenë shumë qetë. Unë e di, po flas edhe nga këndvështrimi nëse vetëm si psikologe, sepse shumë lehtë të flasim nga këndvështrimi personal, profesional, kur kemi diçka, por mënyra aspekti personal, pastaj kur ti je subjektive, është krejt diçka tjetër. E kemi edhe deklaratën e Lumira Avdigjikut në këto momente, do ta ndjekim drejt për drejt. Qëndrimit publik dhe vendimit të ligjit demokratik të të ndërprejva, Linda të kërkoj ndjes, kështu që mund vazhdoj. Isha duke thënë se është shumë e lehtë të shohësh diçka nga këndvështrimi profesional, por kur je subjektive në një situatë është edhe pak më ndryshe, pak më thellë dhe e kupton edhe emocionin e tjetrit. Ajo që isha duke thënë janë gabimet që bëjnë prindrit, domethënë ajo ikja fshehuraze që nuk e rekomandoj në mënyrë absolute, duhet patjetër të lejohet që fëmia ta përjetojë emocionin deri në fund, dhe pjesa tjetër është që nënat të jenë të vetëdijshme, mjaftueshëm, se duhet të kenë bashkëpunim të mirëfillt me edukatorin. Nëse edukatorja po tregon në mënyrë të prerë një kufe që fëmia edhe pse qan, ti duhet të largohesh. Nëna nuk është mirë që të marrë vetë atë rolin edhe të edukatorit, sepse rrezohet autonomia e edukatorit, pastaj edhe vetë se zvarritet ajo pjesa e përshtatjes, adaptimit të fëmijës. Kështu që nëse fëmia qan, lëre fëmijën të qaj. Lëre, sepse edukatorja patjetër që është aty emocionalisht prezente për ta qetësu fëmijën. Ti i tregon, e di që e ki të vështirë pa mamin, mirë po mami po shkon dhe ti këtu e ke edukatorin, i ofron një lloj parashikueshmërie fëmijës. Një gjë tjetër që unë do ta bëj kur të filloj dhe që e rekomandoj të gjitha është se
njerëzit në përgjithësi ka nevojë për parashikueshmëri dhe fëmijët e dojnë këtë, kështu që të fillohet sa më herët, sidomos kur fillon mëngjesi, ti tregohet se sot do të shkojmë në Kopsht, edhe nëse fëmia kundërshton dhe thotë jo, se unë nuk dua të shkoj. Po, nana, ti do të shkosh në Kopsht sepse sot është dita Kopshtit, edhe rregullat fillojnë të kaliten që nga kjo moshë. Sot është dita Kopshtit edhe mami ka me dërgu ti atje ke edukatorën, edhe ke me u knaq, ke shokët shoqet, edhe pavarësisht të qarës ne nuk duhet të dorëzohemi, sepse e di që sidomos nënat janë shumë të dobta emocionalisht dhe nuk kanë konsistent, por duhet ta kemi në këto raste, sepse ne vetëm se dëmtojmë, nuk është se bëjmë diçka tjetër. Do thotë janë këto ato kryesore që vlen të përmenden edhe duhet i përmbajmë. Shëndrojnë këto për juve, edukatore? Pikërisht. Ata edhe thash edhe më herët, nëse bashkëpunimi nuk është i mirëfillt ndërmjet edukatorës edhe prindërve, njëjtë është një vag, mu i qes edhe babën edhe nanën, se dy duhet me bashkëpunu. Jo, une po shkoj peqoj, ti shko mere, edhe aja ndodhë. Nuk ban. Mere në kohën që të ka thonë edukatorja. Zgjatja orarin qështë ka thonë edukatorja, pa tjetër që i fëmija ka më adaptu. Se krahas sfidave edhe knacia është, edhe argëtimi është. Sigurisht. Padyshim është periudhë shumë e bukur, do ta kalosh, do ta shohësh, për të flas ty, sepse mund të më qenë sfidë ky muaj i parë, më pastaj është padyshim një periudhë shumë e bukur për fëmijët edhe do të kërkojmë vetë me qëndru edhe më gjatë edhe me qëndru edhe kur është në pushim Kopshti e të tjera, kështu që do ta shijosh shumë edhe ti edhe vajza. Duke qenë se përmendet pak më herët që numri i fëmijëve është i madh, edhe është goxha sfidues, sa ja dilni, sa keni mundësi me qenë aty për secilin fëmijë, për secilin kërkesë, edhe mbi gjitha për qenë aty për prindërit. Edhe kjo është sfidën veti me cilën duhet secila edukatore, ajo është e përgatitur profesionalisht në këtë aspekt, edhe fëmijët janë numër në kuadër të hapësirës dhomës edhe realizohet edhe numri, caktohet numri, po me standarde. Nuk kemi mbi numër. Zbesoj asnjë kopsht, tek kopshti ju s'ka fëmijë mbi numër, kështu që jemi dy edukatore me ndrime, paradite, masdite, takohemi të dyja të në kohën që duhet me qenë kur është vale e punës që thojmë na, jemi të dyja edukatoret, kështu që përvoja bot vetën. Përvoja bot vetën, sfidë është për këto punëtorët e reja, që duhet pak mi përballu këtë gjana, po përvoja bot vetën që është edhe knaci. Kur e do një profesion, gjithçka arrihet. Ja, shumë e sigurt edhe me këtë këshill, po e përmbyllim emisionin duke ju falendëruar shumë që ishit sot pjesë e emisionit tonë pasdite. Punë të mbar juve prej shtatorit e tutje me nxënësit e ri, edhe pse ju keni filluar punën me gjeneratat e tjera, po për ata prindër edhe për ata fëmijë shumë suksese që do të nisin për herë të parë në shtator, edhe shkollën edhe kopshtin e të tjera. Faleminderit shumë kënaqësi që ishim bashkë. Faleminderit juve.